Profesor ne matemi me indikatorë që ta bëjmë më të përgjithshëm debatin. 13 ishte 140 Po pra forcohet legu, thotë që është rrit ekonomia shqiptare. Rrinte onkologjiku me orë dhe me ditë dhe me javë. Po pra, edhe nuk ngjitet. Po jo, s'është fushat, kjo është halli qytetarit. Po është halli qytetarit, ai e lëm atë që thot profesori dhe kolegu, i lëm gjitha. Po të lutem. Europa, më fal, Europa. Tani përgjigje për onkologjikun. Të lutem, ka ndonjë vend të botës që mund të ndodhi? Po kaq pra. Po një sekond pra tani, unë po them, po për onkologjikun ke të drejtë. Për shkollat e ditë keni për ujin po. Për gjitha më tani s'kan drejtë. Për shkollat ke të drejtë. Flasim do heqim depozitat e ujit, po kemi tesor ujit disa lagje të Janë të shton ju Iliana, absolutisht. Jo si shtemi ne, si shton po siç është ashtu është. Tani ata europianët, ata të fishtës kanë ndru këtë rast. Thonë, edhe pse jeni për i bret, ne do ju marrim. Tani ju, me sa mënd në kokë, nuk e shfrytëzoni për këtë moment për të marrë dhuca kapitale politike në këtë moment historik, po dilni kundër historisë. E kupton tani? Rama ka bërë jetin gabim në 2000 me ligjet e famshme me atë historinë e Fierit dhe e mori damkën atëherë. E ka bërë dhe me NATO-n kur bëri deklarat ku diun se çfarë. Tani ju kur Europa për arsyet e saj do të na kapi dhe të na ngjisi atje. Pse nuk merrni pjesën tuaj të meritës, por dilni kundër historisë më njerëz? Kush ju këshillon? Jo ti, ë? E kuptoj. Atëherë unë mendoj që e ke parë qendrimin zyrtar të Partisë Demokratike për ligjet që kanë të bëjnë me Bashkimin Evropian, pra ne nuk jemi kurrësi kundra për qenë pjesë e Bashkimit. Sjellja europiane është sjellje që bëhet parlament. Sjellja europiane hapen 40.000 vende të reja pune për shembull. Po ku ka njerëz si ti futim këta vende pune? A jetoni në Shqipëri apo jo? A jetoni në Shqipëri apo jo? Jam dakord, po. A keni fol ndonjë ditë do hapim vende pune për Filipinas? Miku im, ju betohem se nuk dua t'ja them emrin se ndoshta s'do ai. Ka një kompani në Shqipëri që ka 80 të punësuar shqiptar. Po tani ne pa hapim vende pune për të huajt apo për shqiptarë? Merr të huaj. Çdo ditë, po. Merr të huaj se nuk ka shqiptar. Pafund. Po, dëgjoj tani. Shqiptar i kam thënë unë, ke njërin që bën këtë, sa është rroga 600, shqiptari nuk shkojë shok. Po. Është dhe kjo, tani, o i themi të gjitha anët e medaljes, 2 janë shkretat, nuk janë shumë, ose e lëm. Ka nik shqiptar. Ka nikur gjithmonë, më qenë fillim viteve 90 dhe do ikim. Ka nikur, më ka nikur. Po ne për këtë ditë kemi luftuar, kemi mund të Filipinas. edhe unë qosta, unë kam